kuadër të mbylljes së vitit shkollor, nxënësit e gjimnazit Kristaj Capo zhvilluan një aktivitet festiv dedikuar promovimit të artit, letërsisë dhe kinematografisë. Aktiviteti u organizua me pjesëmarrjen aktive të nxënësve dhe mësuesve, të cilët sollën para publikut krijimin e tyre artistik, letrar dhe projekte filmike të realizuara gjatë vitit. Atmosfera u mbush me entuziazëm dhe kreativitet, teksa u lexuan poezi, u interpretuan pjesë teatrale dhe u shfaqën filma të shkurtër të prodhuar nga vetë nxënësit. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte nxitja e talenteve të reja dhe inkurajimi i të rinjve për të shprehur veten përmes formave të ndryshme të artit. Mësuesit dhe drejtuesit e shkollës vlerësuan lart punën e nxënësve, duke theksuar rëndësinë e zhvillimit të aktiviteteve kulturore si pjesë e formimit të plotë të tyre. Ky aktivitet shënon një përmbyllje dinjitoze të vitit shkollor, duke reflektuar punën dhe përkushtimin e gjithë komunitetit shkollor për gjatë gjithë vitit akademik.